ma ndryshe. Për ndryshe rrallë ndihemi që ka shumë komod, që kjo është mirë. Në për intervista nuk ndihemi edhe aq komod në shumicën e rasteve, po sot ndiheni sot mirë. Nashta që jo muna. Një fëmijë. Nashta, po. Garant. Energjia. Jem bu pjesë e kazit edhe unë. A ka ndonjë moment nga seriali ku keni parë veten si person e jo si aktor? Pikërisht me ty po lidhet. Ma e bukra, ma e mira. Unë e pehodomisht në ndërkohë. Do gjata? Ja, nuk isha thonë. Personazhi jem nuk ka të bëj as pak me karakterin tem. Kështu që nuk isha thonë që në herë e kom pa vetën ose im dalin vetën. E di pse tash po përshtatet bashkë me ty, se shumë shpesh pyetje që i marr mas shumë t'jone prej njerëzve janë Allah Hilja është ryva që ashtu që shdoket në serial. Tash po me kona aja ashtu s'kish më jetu. Jo, për kondra ze. E bukur është sikur në serial. Qysh, për pamjen as kemi dyshim. Pamjen, e vetëm është që kurimin e kam kështu dhe një jetë të përditshme, po veset e karakterin jo, s'kam bëj hiç. Mirë shumë. Ryva është njëna për kolegeve, femnave që është ma dost. Fjalla që... Thank you. Mirë shumë. Unë e kam bashkë kështu dost zëmbës. Edhe është total e kundërta e karakterit Meritës që... Po, për që ata po thëmë që... E ja u bënë edhe punën ma të letë. Që këtë pyetje ma bëjnë edhe mu. Okej, hajde përgjigje. Për shembull, qysh është këtë, qysh është taj. Edhe për ryvën e kam që definicion, është dost. Tash edhe unë si pak më herët vëhari që shju bashkan gjithë përgjigjes së Ryva, son po i bashkan gjithë përgjigjes së Beorit, është e vërtetë. Ryva, mbi gjitha, para se me konë aktore e mirë, njëri i mirë është edhe shumë kolege dhe shoqe e mirë. E kjo e veçan. Sa mirë që ju këtë ledhë së të vëshe, sa fjallë pozitive. Për me shku në katin e dytë të sinceritetit, nuk është që ta e pëshat për shtypje më njëra. Po, e ka shumë jo rasisht ekzistojnë këto pyetje, se në fillim duket pak e thartë. Është e vërtet. E kum pas të më ka përcjell gjatë gjithë kohës. Po tha me e thartë. Mendje modës. Masani. Po, është shumë e vërtet, ndoshta prej faktit që unë në brendësi jam shumë tepër e butë, jam shumë e ndihshme, njerëzore. Edhe kam këtë paraqitjen e jashtme si Si e jegër pak, si... Pa me reakse, njëjtën e komendon. Me mbrojt, po... Protection. Yes, po. Mbrojt. Bashkë ndjej. E kështu që nuk më vjen ai çudi edhe kur ma thonë se e kom pas gjatë të në kohës. Për ndryshe në momentin e parë që ju ka jap njerëzve mundësia më njoft, ka ndru 360 shkallë mendim për mu. Edhe me sigurime njerë kanë thonë apo më thirë në drekë. Se po du me përvush qime tua. Se edhe je shumë friendly, që po thojnë. Shumë mire kena një sët veta, po më pëlqen. Je shumë me të qeshuna, energji pozitive, sa keq për ata që s'kanë mujtë me arë. Po, humbje. Ede, mësëm e. Edhe gëzuar me një pyetje. Se kështë të thonë bashkë dhe bojmë një gëzuar, se kemi fillu bukur, edhe mendje në kisha aty. Gëzuar.